الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla, te falenderojmë vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjelli Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, sot inshallah taala do të përkujtojmë mbi një virtyt të lartë në Islam. Edhe pse ndoshta është shumë i munguar e në veçantia kujton në këtë kohë, në mesin e muslimanëve. Ajo për të cilën do të flasim është turpi. Edhe ne do ta shikojmë inshallah pozitën e saj, vlerën e saj dhe llojet e saj në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Turpi të nderuar është koka e vlerave morale të Islamit. Ajo është shtylla e pjesëve të imanit. Me te imani plotësohet dhe ajo është adresa e imanit gjithashtu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam: "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Turpi në vërtet nuk vjen vetëm se me khair. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Thot gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam: "Al-haya'u khairun kullu." Vërtet turpi është khajri i tëri, i gjithë khajri. Të nderuar vëllezër, nëse njeriu stoliset me këtë virtyt, kjo argumenton se ai posedon një edukat të lartë. Kjo tregon se ai posedon iman të plot. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam: "Al-haya'u shu'batun min al-iman." Dini se turpi vërtet është një pjesë prej pjesëve të imanit. Një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar. Ishte duke kaluar pranë një personi nga ansarët. Wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Dhe ky personi thotë këshillon të vllahun e tij në çështjen e turpit, për shkak se ky vllau siç po gjet pas ka qenë shumë i turpshëm. Dhe ky vllau po e këshillon që mos je kaq shumë i turpshëm në çështjet e tua. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa dhe i ndëgjoi tha: "Da'hu fa innal haya'a min al-iman." Thot leje thot vllaun tan, për shkak se thot turpi është pjesë prej pjesëve të imanit. Do të thonë posedon ki një virtyt të lartë vllajot. Rawahu al-Bukhari dhe Muslim. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kur fol dhe definon çështjen e imanit dhe vlerën e saj thot: "Wa khuluqul haya'i min afdalil akhlaqi wa ajalliha." Dhe morali apo virtyti i turpit është ndër virtytet më të larta dhe më madhështore. Wa akthariha naf'an, dhe është më dobishmja, më shumë që sjell dobi njerëzve. Bel huwa khassatul insaniyya, por ajo është edhe e veçanta njerëzore. فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهم الظاهرة. Dhe ai I cili nuk posedon këtë turp, thot nuk ka nga njerëzorja vetëm se gjaku, mishi I trupit dhe forma e jashtme e tij. Bile thot annahu kama annahu laysa ma'ahu min al-khayri shay. Sikur që nuk mundet me posedu, një njeri që s'ka turp nuk mundet me posedu thujse asnjë hajër.
asnjë mirësinë e te. Walaula hadha al-khuluq lam yuqra ad-dayf. Thot sikur mos ishte thot ky virtyt dhe kjo cilësi e mirë mesin e njerëzve, sikur Allahu mos ta kishte bon që kjo të jetë mesin e njerëzve, nuk do të nderon të thot një musafiri, nuk do të mbante premtimin, nuk do të shkonte në vend emaneti, dhe nuk do të ndihmoshin njerëzit dhe nevojtarët me zvete. Këtë këto janë çka lidhen me turpin për shkak se njerëzit shumicën e herave, pra shumë prej veprave mira çka i bojnë mes në njerëzve, ju sjellin dobi njerëzve, është turpi. Është turpi. Edhe kjo është virtyt çka Allahu Azza wa Jalla ka kriju njeriu me te. Ndërsa Islami vetëm çka e ka zbukuruar edhe më shumë këtë i ka dhënë vlerë edhe më shumë. Dhe një musliman pra i cili posedon pra këtë virtyt, ai në vërtet posedon imanin më të plot. Të nderuar vëllezër, disa njerëz mund me thonë ka dallimi mes turpit dhe ngushtimit. A është e njëjtë? Nuk është e njëjtë. Turpi është vlerë. Dhe turpi nuk nxiti vetëm se në ata çka është e hajrit dhe e mirë dhe e dobishme. Edhe nuk të pengon vetëm se nga ajo çka është e keqe dhe e nënçmuar. Pra të nxit fillimisht që t'ishe i mirë ndaj krijuesit tan Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu më ka dhënë gjitha të mirat e unë mos t'i bëj sejdë. Po të banë dhe falenderues dhe mirënjohës ndaj krijesave të Allahut xhel xhelal. Thot filoni më ka ndihmuar dhe më ka bëu këtë dhe këtë mos ja kthej me të mirë. Dhe të njëjtën kohë të nxit dhe të pengon nga të këqijat. Po shkak thot se unë me bon thot ta kupton, fillimisht vjen marrë dhe të përpunë pi Allahut më gjin vepra të këqija. Po të njëjtën kohë ata të këqijat vazhdimisht janë të lidhur me krijesat e Allahut, me robërit dhe robreshat e Allahut, pra nuk du unë që unë t'ju bajnë dam atyre. Për shkak se një ditë prej ditëve ku të mirët vesh, shkoj ftira im, është më mirë është në të jemi vdekt, nërtok se për mi tokë. Mos të marrë të vesh në këtë dunjan, ka morë vesh në ahiret, para gjithë njerëzimit dhe krijesave të Allahut xhel xhelalu. Dhe ki turprohet pra që ta bën një vepër të tillë. Kjo pra turpi, të nxit në vlera dhe të pengon nga të këqija. Ndërsa ngushtimi edhe pse te adeti i njerëzve, zakoni i njerëzve dhe këta e quajnë turp. Mirë, po kjo është ngushtim. Kjo nuk ka, dhe me thonë, e kësaj vlere. Ngushtimi është njeriu ka mundësi më ngushtu nga haki i vet. Tamam? Është haki jot ta kupton me kërku një gjë, ti ngushtohesh. S'muj me thonë, s'muj me kërku, vjen marrë. Dhe thonë vjen marrë. Po ngushtohuna, po. Kjo nuk e lavdruar. Ke mundësia të kupton në fjala me thonë fjalën e vërtet me një mexhlis dikun. Mirë, po çka ngushtohesh me thonë, kupton? Ha? Pse? Sepse kupton nëse e thon fjalën e vërtet, ndoshta do t'ja prishi qefin filoni çka i kam punë me mirë me te. E do t'i prishë qefi filoni. Tamam? Apo t'ja mbroja kupton emrin filonit ku ndoshta me një mezhlis ashtu përgojue unë s'muj me pra ngushtohesh apo. Kjo ngushtim. Apo ndoshta ngushtohesh për diçka mu paraqit për shkak se ndin vetveten të mangësu. Ha? Apo do në një vetën i mangët dhe kam ngushtohuna ona me fol apo sepse se ndoshta siç po ndelzoni, zjamon për goditi, zbjamon po thon mirë, a kështu më radh, për ngushtim. Këto edhe pse njerëzit quajnë turpe, mirë, po këto janë çka njeriu kupton duhet në fakt më përmirësu. Nuk duhet me shujt nga haki vet njeriu. Nuk duhet më marrë dhe më tërpru dhe më ngushtu nga thonja e vërtetës, apo nga mbrojtja e shpinës dikujt në çka i bën zullum, e kështu më radh. Ndërsa turpi të nderuar, turpi është ajo e cila nxit vetëm me vlera dhe lidhen thujse të gjitha vlerat e larta lidhen me turpi. Cilat janë mirësitë e turpit të nderuar, pasi që na e kuptuam dhe po dojmë e ditë mirësitë e saj. Të nderuar, është mjaftueshme që kjo cilësi është prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala.
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karim. Më të vërtet Zoti juaj është i turpshëm dhe bujar. Yastahyi min 'abdihi an yarfa'a ilayhi yadayhi fayaruddahuma sifra aw kha'ibatayn. Subhanallah. Thot turprohet thot Allahu azza wa jall ndaj një robi I cili thot I ngrit durt dhe I kërkon Allahu xhalla xhelalu diçka, më ia kthi thot bosh atij. Ja kthi bosh. Allah subhanahu wa ta'ala. A thu si është turpi Allah xhalla xhelalu? Kur ka foli Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ka thonë: "Wa amma haya'u ar-Rabb ta'ala min 'abdihi fa naw'un akhar." Pastaj përket turpit të Allahut azza wa jall ndaj robëve të tij, krijesave të tij, është një lloj turpi tjetër. La tudrikuhu al-afham, nuk mund të kupton ndoshta të kuptuarit me perceptuar. Wala tukayyifuhu al-uqul, po ndoshta as nuk mundin me adhon një definicion apo kupton njerëzit, mendjet e njerëzve. Fa innahu haya'u karamin wa birrin wa jud. Dhe kjo është një turp e cila ka lidhje me bujarinë e Allahut xhalla xhelalu dhe mirësitë e tij të pakufishme. Dhe mirësitë e tij të pakufishme. Fa innahu tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Për shkak se Allah azza wa jall është I turpshëm por edhe bujar. Pra e ka lidh pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam turpin me bujarinë e Allahut xhalla fi ula. Në këtë rast pra Allahu azza wa jall kur turprohet do të thotë ti plotson të shkaj kërkon. Pra ta e thot një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa yastahi an yu'adhib dha shaybatin shabat fi al-islam." Dhe Allahu azza wa jall turprohet me dënu një person që ka o thinj dhe o plagët në islam. Prej kur o ri. Prej kur o ri ai ka jetuar dhe o rrit dhe o zhvillu derisa o plagë dhe o thinj thot në islam thot Allahu azza wa jall thot turprohet me dënu thot këtë ditë në kiametit. Kjo është bujaria e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mjafton një të kohë nderuar se turpi është prej moraleve të melajkive dhe pejgamberëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Uthmanin radhiyallahu anhu: "Ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaik." A nuk duhet të kemu turp ndaj një personi kur edhe melajkët turprohen prej tij. Melajkët turprohen prej tij. Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu pra kon prej sahabëve më shumë që ka pas turp. Më shumë për shkak se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithë kanë qenë me virtytet e larta. Gjithë kanë qenë me peshë. Por sicili o kon që ka o dallu me diçka nga tjetër. Sicili Allah azza wa jalla ka dallu diçka nga tjetër. Pra ata Uthmani radhiyallahu anhu atë shumë kon I turpshëm sa që dhe pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam prezencën e Uthmanit oni nuk ka bën disa veprime apo disa sikur që I ka bën me sahabët tjerë apo ton. Për shkak se e ka ditë se Uthmani është shumë I turpshëm dhe e ka subhanallahu dhe e ka nderuar dhe e ka respektuar cilësinë e tij. Edhe kjo është madhështia e pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam dhe madhështia e Islamit një kohë. Se si nderon personalitetin e njeriut. Çdo njëri nga sahabët, do të thonë fjala, atë shumë e ka çmu pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam sa çdo njëri ka menduar se vetëm mu po më nderon. Tamam? Ndërsa me të gjithë ka qenë kështu. Ai ishte Kurani I gjallë pra, I cili asnjë bitok. Pra ka dhe pejgamberi Allah azza wa jall dashti që ta përktheje Kurani Kerimin në vepër apo tonë nëpërmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ta kuptojmë pra madhështinë e fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot për Musa alayhis salam: "Inna Musa kana rajulan hayyan sittira." Në vërtetë thot Musa alayhis salam ishte shumë I turpshëm dhe umbulonte nga turpi umbulonte fyse gjithë trupin. La yura min jildihi shay'un istihya'an min. Nuk u pate nga trupi I Musa alayhis salam asgjë. Abuton derisa abuton na e din hadithe tjera që kanë, derisa abuton jehudit populli shumë, do me thonë I ulet,
siç e ka përshkruar Allahu subhanahu wa taala, kupton? Edhe ndaj pejgamberit tyre kupton në fjala u sillshin aq keq dhe pa edukat. Derisa e akuzoshin për shkak turpit Musa alayhis salam që e posedonte dhe mbulonte trupin e tij. Tamam? A kupton? Ato e akuzoshin se Musa alayhis salam që mbulohet kështu dhe ruhet, me siguri që ka të meta në trupin e tij. Apo? Derisa një ditë prej ditëve Musa alayhis salam duke u pastruar në një vend të mshet. Ha? Edhe teshat e tij vnojnë mbi një gur, vrazguri. Allahu Azza wa Jall nga mirësia e tij, tamam, dashja kupton që guri të lëviz, se çdo krijesë e Allahut është në urdhën e Allahut subhanahu wa taala. Tamam? Për Allahun çdo sen është lëviz. Fol. Apo? Ditën e Kiametit çka thot Allahu Azza wa Jall? Gjuhët, gojave do t'ju thuat, ju tash mbyllni. S'keni me fol. Pjesët e trupit kanë me fol. Gjymtyrët e njerëzve kanë me fol. Ka me fol veshi, ka me fol dora, ka me fol koma, ka me fol syni, ka me fol çdo pjesë e trupit. Ka thonë dhe dëshmo. Dhe fol. Se çka ka thonë filoni dhe hala unë. Çka ke vepruar me gjymtyrët e trupit? Për Allah subhanahu wa taala çdo krijesë e tij është. Ai ka kriju. Në urdhën e atij është çdo sen. Pra dhe gurët edhe dronjit edhe gjithë çka është nën urdhën e Allah subhanahu wa taala absolut. Dashi që ki gur ti merr teshat e tij dhe të hecë dhe të largohet. Ka mu largu? Ka ishin njerëzit. Pra Musa alayhis salam si po gjet, vendi në buton nga kthimit deri në gjuhë ka pas të mbuluar, por pjesën në trupin e tij. Dhe ki ka nis mazguri që ti merr teshat derisa apo të është afru afër njerëzve dhe njerëzit e kanë pa që ta shohin dhe dëshmon Allah azza jall për trupin e pastër dhe të plot që e posedon. Por ai e ka mbulu trupin e tij nga turpi që e ka poseduar. Edhe ato mahnitin dhe habitin ka trupi i mirë që Allah azza jall ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për pejgamberit Musa alayhis salam. Ka thonë gjithashtu am buton Ebu Sa'id al-Khudri, sahabi e ka përshkruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një përshkrim për sa i përket turpit të hatashëm. Çka ka thonë? Ka thonë kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'an min al-'adhra'i fi khidriha. Fa pejgamberi alaihi salatu wasalam ishte më i turpshëm se vergjireshja në shtëpinë e saj. Vergjireshja në shtëpinë e saj, fi khidriha. Çfarë do të thotë fi khidriha? Edhe ata fi khidriha nuk do të thotë bashkë në shtëpinë e saj, po do të thotë në qoshin e shtëpisë së saj. Ha? Kur e përshkruan një vajzë të turpshme, pra ajo posedon një vend ku vetëm ajo rrin aty me vetvetin e saj, nga turpi, për shkak se nuk i del gjithkujt. Apo kështu thotë pejgamberi Allah të konë edhe më i turpshëm se ai. Ka thonë فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. Dhe kur thot e urrën të një gjohë pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam nga fjalët apo veprat e dikujt, thot nuk reagonte. Po thot na e vreshmi në fytyrën e tij se nuk i pëlqej. Ha? Morali i lartë apo? Nga fytyra e tij e ndershme e vrejtëm se që kjo nuk i pëlqej. Subhanallah. Ndë një fjalë apo në një vepër e ndonjërit. Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam transmeton Buhariu dhe Muslimi. Gjithashtu të nderuar, turpi është prej moraleve të Islamit. Është virtyt i Islamit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam: Inna li kulli dinin khuluqa. Më të vërtet çdo fe posedon një virtyt të lartë që dallohet me te. Wa khuluqul islami al-haya. Dhe morali i Islamit është turpi. Hadith është hasan e transmeton Ibn Majah. Të nderuar, njëjtën kohë turpi është ajo e cila i nxit dhe i shpije njerëzit drejt xhennetit Allahu subhanahu wa taala. Xhenneti i cili gjerësia e cilit është sa qiell dhe toka. A ke argument për këtë fjalë? Turpi? Po të ndëruar turpi, se na thamë se turpi është kuka e gjitha gjërat.
e gjitha vlerat. Nga turpi nuk le shumë mirësi pa bon, dhe nga turpi shumë të këshia i le për mos mi bon. Apo? Turpi ndaj Allah, të njerëzve, ndaj krijesave të Allah, e kështu me radhë. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thot el-haya'u min al-iman wal-iman fi al-janna. Turpi është prej imanit, ndërsa imani shpije ku? Xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Turpi është prej imanit, dhe imani të shpije në xhennet, apo? Ndërsa wal-badha'u min al-jafa wal-jafa'u fi an-nar. Subhanallah, ndërsa fjalët e këqija dhe të ndyta dhe të ulta janë prej mohimit. Çfarë do të thotë prej mohimit? Prej mohues, prej atyre llojit të njerëzve që mohojnë të vërtetë. El-i'rad. Ndërsa mohimi të shpijën e zjarrit të xhehenemit, iyadhan billah. Mohimi të shpijën e zjarrit e xhehenemit, iyadhan billah. Edhe kështu na i shohmi se si domethënë fjala ajo përballja e fjalëve. Çka thot? El-haya turpi, ndërsa këtu thot el-badha, fjalë të këqija. Që do të thot e kundërta e turpit është shthurja në fjalë. Shthurja në fjalë të ndyta dhe të këqija. Mos me pas turp. Ta ke pa kupton subhanallahu njëri që s'ka turp, një dy shall, një dy fyll, një dy fjalë më të këqija subhanallahu ya billah. Ne shikojmë edhe domethënë edhe fëmijët, i cili janë në shkollë fillore, në ciklin e parë të shkollës fillore. I shohmi subhanallahu rrugës se si qesin fjalë nga kohët e tyre as të këqija dhe as të ndyta. Nga i kanë dëgjuar ato? Kanë dëgjuar nga të mbajtë të nderuar. Për ata derisa kupton është zvoglu të muslimanët, të shoqëria islame turpi, ky vërtet nderuar, për ata pastaj kanë rrjedh gjitha të këqijat. Na thonë sot anko ma kupton pse nuk nderohet prindi, apo prindi. Baba dhe nëna. Për shkak mungesës këtij vërteti. Apo pse nuk nderohen çiftet mes vete? Pse atë shumë janë çky, si thon, perdet e vlerave mes çiftit. Për shkak mungesës këtij vërteti. Ma herët kur ka qenë akuton turpi dhe marrja, apo kur ka pas akuton, ka pa kondel, ka pas nder dhe respekt mes fëmijëve dhe prindërve, dhe mes çiftit bashkëtorë të kohë. Subhanallah, një fjalë kur ka dalë nga njëri, ka thënë s'përto ka më mëzon mua. Subhanallah, pse turpi? Kur ja ka një shoshnia jonë, me thonë humbe se pimarës pat agoton, bol mo kjo ke punë mo. Na mo, khalas mo, na indëgjojmë të fjallë. A hala me marra, na do përkon ma civilizumër. Po marrja është ajo cilësia dhe vërteti e civilizimit, o i nderuar. Apo, se pak këtë vërtet njerëzit bëhen si kafshët, si një. Çka civilizimi tjetër jashtë se përparim. Përparim fillimisht apo në aspektin moral dhe edukativ, përparim në shkencë, përparim në të arritura, përparim në gjithçka në rend. Nuk është agoton civilizim, agoton me shturje. Agoton dhe rrotullim nga dëshmëria e pasër në atë të keqe, iyadhan billah. Apo për ata agoton është jemi më së të nevojshëm sot për mbjelljen e turpit në rinin tonë. Mbjelljen e turpit në vlladet e tonë. Kjo është vërtet shumë i lartë. Nuk bjen, mjafton fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se agoton turpi nuk bie vetëm se hajri. Në turp nuk ka vetëm se i qitë hajri. Mjafton që kjo është vërtet dhe kjo është pjesë e imanit. Mjafton agoton se është çka? Është rrugë të shpijë në xhenetin e Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe e fundit wal haya'u zinatul akhlaq, turpi është zbukurim i vlerave. Apo filoni posedon vlera, mashallah i shkolluar, mashallah i përparuar, i civilizuar, i bukur, apo ndoshta i pasur. Apo janë vlera, apo nëse e mund të turpi, çka delej? Mos ta preft udhën. Mos ta preft udhën. Pra ta do të thot zbukurimi, turpi është zbukurim i vlerave.
Qofse do me konë në kupton në plot vlera i nderuar i ri sot, që t'jesh nesër kupton, mundohu maksimalisht kupton që ta ujitësh vërtetin e quajtur turp në vetvete se kemi apo hajrin ti në dunjon dhe në ahiret. Pra ata shka tha poeti, rubbe qabihatin ma hala bejni o bejni rukubiha ila l'haja. Sa të këshia ta kupton, janë mes meje dhe realizimit të tyre, pengusja o konë turpi. فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. Dhe kjo thot ishte ilaçi i tyre. Po sikur apo në fjala, sikur shkon thot turpi, ku ta gjojmë thot ilaçin? E ka bashkruar buton turpi si një ilaç i nën vlerave. Turpi ka dhe disa, cilët janë llojet e turpit. Fillimisht, turpi të nderuar duhet jetë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ndaj Allahu jalla fi ula. Në besim ndaj tij subhanahu wa taala. Është turp që Allah ka krijuar dhe çdo gjë ka krijuar për ty. Dhe në shërbimin tan e ka nënshtruar subhanahu wa taala. E ti ta adhurosh tjetër kam, ta falenderosh tjetër kam. Ai cili posedon mendje tek thjellat, ai nuk mundet me bën këtë asnjëherë. Nuk mundet me bën këtë asnjëherë. Dikush po ta bën një të mirë, subhanallahu kupton, edhe ti po ja rrugën të mirë dhe edhe shumë sena kupton pengon që mos ia bën atij për shkak të mirës që ka bën. Ha? Pastaj prindrit të nderuar, jemi të urdhëruar që t'i nderojmë apo të respektojmë maksimalisht. Pse? Sa ati janë shkaku i ardhës në këtë botë. Ati janë që na kanë bikqirë, na kanë rujtë, na janë kujdes për ne dhe janë gaju për ne. Po Allahu Gjelle Gjelali i cili është krijuesi i gjithëve dhe furnizuesi i gjithëve, që meriton edhe më shumë. Pra fillimisht ka shi në besim ndaj Allah subhanahu wa taala duhet njeriu që abuton në fjalë të vjen turp me mohu Allah subhanahu wa taala adhuroj që të kanë me falë që të kanë. Pastaj abuton në mendimet e devijuese abuton ka shi besimi në Allah subhanahu wa taala. Pastaj abuton që të harron vetveten e tij dhe barkun e tij mos të ushqehet vetëm se me ata që Allah subhanahu wa taala e ka bon halal. Pse nga turpi? Allah ka thonë e ka ndaluar alkoholin, ti shkon pi. Në cilën tokë të pi? Tokën e atij. Me cilët duri të pi? Me dushka ti ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Ha? Me mençurinë e kujt ti apo don po shkon e po blejnë, po mshefësh. Me ata që Allah ta ka dhënë subhanahu wa taala. Shije që ti ka dhënë në gjumë apo don, që pe shijon ti, kush ti ka dhënë? Allahu xhalla fi ula. Ha? Në kupolin e kujna? Kupolin e Allahut. E Allah subhanahu wa taala. Gjithçka që ka lëvizë apo don është e Allahut. E ti po e thën urdhën e atij, dhe kom shef për krijesa, s'po të vjen marrën nga Allah. Për ta Allah thot çka thot? Yastaghfuna min an-nasi wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl. Ato thot po mshefën dhe po turprohen nga njerëzit, e s'po turprohen dhe s'po mshefën nga Allah subhanahu wa taala. Nëse Allah është me ato, me ata persona që thonë që ku mshefën mbi njerëzit, me ato thot është. I shikon. Por çdo sen që ka e bën dhe veprojnë. Subhanahu wa taala. Për ata që ka thonë Selefi, o ti më katar, i cili s'ke turp ndaj Allah xhelle xhelalu të bash me kat. Do ta kujton thot, ban thot me kat në qoftë se apo tonë e gjon thot, në tokë është ato që ka kriju Allah. Ha? Me një dhom prej asaj që Allah se ka krijuar. Shko, a mundet me gjetë njeriu në gjë të tillë? S'mundet me gjetë. Për ata që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot istahyi min Allahi haqqa al-haya. Turpron nga Allahu me një turprim të vërtetë. Çka than sahabët, ja Rasulullah, inna lanastahyi walhamdulillah. Thot vërtet na kemi turp nga Allah, thot ja Rasulullah, thot alhamdulillah bi Allah. Thot pejgamberi, thot laysa dhaka walakin al-istihya min Allahi haqqa al-haya. Thot jo kjo çka kjo e rëndot. Kjo çka po mendoni ju. Në diçka që është ma ekstra, ma e lartë. Që po dhët? Në tahfadha rras wa ma wa'a. Që ta rush të kokën dhe ata, që ka e përbën kokën. Pra sini, veshi, e kështë më ratë nga haram. Wa tahfadha al-bat wa ma hawa. Që ta rush barkun dhe ata që ka rësarë.
Apo rreth sa ku janë gjymtyrët e kështu me radhë. Nga haramat e Allah subhanahu wa taala. O të tadhakkara al-maut wal-bila, edhe ta përkujtosh vdekjen thot sa më shumë. Edhe ta di se çdo sen këtë dunjë vjetrohet e kalon. Derisa dha imani në zemrat e tona vjetrohet. Çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet imani vjetrohet sikur që vjetrohet një petk. Edhe ka nevojë për ripërtrirje. Ka nevojë për ripërtrirje. Jashtë imanit çdo sen tjetër vjetrohet. Sidomos sa voton çka materiale kësaj dunjoje. Që e ka lidh përkujtimin e vdekjes me përkujtimin e gjërave çka vjetrohen dhe kalojnë edhe çdo. Pra çka po do më thonë apo një mesazh i ndërlidhur me vetë. Kini kujdes një ditë keni me vdek. Dhe për ato çka ju gëzonu dhe knaqu dhe krenonu, ajo nisen sot është e re nesër është e vjetër. Nuk ja vlen zemrën tonë apo me lidh po nisen çka nesër mbaron. Lidhe me diçka çka në fakt nuk mbaron asnjëherë. Është besimi në Allahun dhe akuton dhe ahireti i përhershëm i Allah subhanahu wa taala. Çka thot وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. Dhe kush e don thot jetën e përtejme, ai thot i lën thot zbukurimet e kësaj dunjë. I lën zbukurimet, nuk e lidh zemrën ndaj zbukurimeve të kësaj dunjë. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. Dhe kush e bën çto pra, çto rregull çto kush është ka thënë, vërtet është të prupi Allah një turp të vërtet. Është të prupi Allah subhanahu wa taala një turp të vërtet. Thot Sa'id ibn Yazid al-Azdi radiyallahu anhu annahu qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Tha ma porosit ya Rasulullah dishka më këshillo. Tha usika an tastahi min Allah azza wa jalla kama tastahi min ar-rajul as-salih min qawmik. Thot te porosis që të kesh të turp ndaj Allahut azza wa jall, sikur që të turprohesh ndaj një personi të mirë të popullit tënd. Cili popull e ka një njeri dvyshëm një njeri apo tonë që ka njerëzit kanë besim të ai, kthehen te ai shumë rrallë. A ke turpi ati? Apo thot ke turp ndaj Allahut subhanahu wa taala, ples paku sa ki person në popullin tënd i cili ka vlerë. Dhe të njëjtën kohë min al-haya'i mi Allah, thot dhe prej turpit me Allah xhelle xhelalu është që ti apo ton kur të sprovon Allahu diçka mos t'jeshe dhe me thonë jo e dukus me Allah subhanahu wa taala. Ose thua apo ton o Zot as gjeti që tërkan. A bashmua se ka merituar. Apo me pas dhe mendimi edhe ma thella jetën billah i pa edukuar ka shi Allah subhanahu wa taala. Të thonë se apo ton jetën bozullon. Po ndina shumë keq. Çka on ki zullum bi mua, nuk e kam merituar jetën billah. As e dini ngrati se çati në shka ku tonë është mirësia e tij. Menon se mirësia është atë çka të kërku ky. Allah nuk t'jep, nuk ta pengon, nuk ta jep një sen vetëm se don që ti të arrish një gjë më të mirë. Na përmes kësaj bashkë çati apo tonë ndoshta ti e ki hajrin dhe fitimin dhe bereqetin. Po shkak se ndoshta me pasi çata dhe me poseduar, ajo do të jetë shakawa për ty, dëshpërim për ty. Dëshpërim. Pra ti që i bindur ti kuptosh mirësitë ato sprovat e Allahut, po ti lexosh sprovat e Allahut azza wa jall nga një kënd imanor, nga një kënd i urtësive te Allah subhanahu wa taala. Sa gjëra na vetëm një shembull konkret Allah na i ka dhënë mes Musa alayhis salam dhe Khidrit. Sa gjëra si përfaqësisht Musa alayhis salam i pa hajër në mbërëzinë e tyre ishte sharr. Dhe sa gjëra si përfaqësisht Musa alayhis salam i pa sharr që i bëni Khidrit, ndërsa u mshefti mirësia pas asaj. Kjo një shembull praktik edhe mes të krijesave të Allahut, jo se ka është apo tonë mes Allahut subhanahu wa taala, i cili i din ghaibin dhe shëtësia dhe tjetër gjëra. Pra që i bindur ti si cili i thot vetes musliman, se çdo sen çka Allah ta ka dhënë, apo tonë është provë për ti. Ati e ki apo tonë fitimin aty e dhe humbje. Po të njëjtën kohë apo tonë, edhe çdo sen çka Allah nuk ta ka dhënë një gjë dhe e jashtëmi e asaj përfaqe duket si sprovë, por di se aty është hajri dhe mirësia dhe fitimi. Se ndoshta po ta kishe pasur ata,
do të ishte dëshmim për ty edhe më i madh. Allah të ka mëshiruar subhanahu wa ta'ala. Fatansa qadim ihsan ila ilayk. Prej llojeve të turpit gjithashtu është njeriu kur mundohet me rutët çka personalitetin e vet, autoritetin e vet. Qysh? Këto e kemi edhe shembull në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo është urdhër e kërkesë. Pra kjo është mirësia, a thamë se turpi të nxit vetëm se në hajër. Njeriu kur ka turp çka e ruan autoritetin e vet. Fillimisht ka shi Allahut pozitin e tij, pastaj ka shi krijesave të Allahut, robëve të Allahut subhanahu wa taala. Këta e kena shembullin mas mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë një natë prej netëve thotë dol thotë për me quaj një grua prej grave, një bashorë të tij, apo në shtëpinë e saj, prej xhamis. Ndoshta. Dhe atë s'ka pas akon nuk ka qenë ndryshim sikur sot. Pa prit pas disa habi kaluan apo dhe e pan pejgamberin sa me një grua. Apo ata e dishin se apo do? Ato e din, nuk kanë dyshim se por pejgamberi dosh me na dhon një mësim të madh deri këtu. Çka tha? Ato sahabit kur e pan pejgamberin e Allahut me gruan e tij, ato shpejtuan pra me heca më shpejt. Që mos ta pengojnë. Pejgamberi i Allahut ju tha nalni më shpak. Çfarë ju tha? Tha nalni të shpak. Kjo thot është gruaja ime Safia bintu Huyay. Kjo është gruaja ime Safia e bija e Huyayit. Tha ja Rasulullah subhanallah. Pra kjo sahabët e kuptuan apo këtë mesazhin. Edhe than subhanallah ja Rasulullah, pse po na thon neve kështu na, do të thonë nuk ka mendim të lik për ty apo do. S'ka dyshim këtu apo do. Mirë po bëjmë çfarë tha. Inna ash-shaytana yablughu min al-insani mablagha ad-dam. Vërtet shejtani apo do në fjala thot sa për trupin dhe venat e njerëzit ku qenë zgjat. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum shay'an. Dhe po ta frik që shejtani mos të hudhe ndonjë vesë të keq në zemrat e juaja. Pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që e dha një shembulltir të mirë, po e dha një të kohë apo ton ishte edhe një rujtës i zemrave të tona. Edhe zemrat në rujt neve, edhe me rujt një të kohë autoritetin e tij sallallahu alaihi wa sallam. Kështu ishte apo ton, ky vërtet bën ishte na tham se ishte vërtet edhe pejgamberi të Allahut subhanahu wa taala. Na shohim Yusufin alayhis salam, atëherë kur ishte sprova e tij me Zulejkha. Dhe ajo gjithaj kishte marrë shkaqet për e jedhën Bilal voton për me pas një veprim të lik me Yusufin alayhis salam. Apo dhe ai tha tash eja. Yusufi alayhis salam çka tha? Qala inni ma'adha Allah. Ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya. O Zot mbrojmë nga kjo e keq. Si unë ta bëj thot një veprim të keq kur zotëriu i kësaj zoje mund ka bën thot mirë. Çish ka mundsi unë. Dhalika liya'lama annahu lam yakunhu bil ghaib. Allah ma von ka thënë. Këtë të ata e boni në fund të kuton Yusuf a.s. pasi që u akuzu dhe iri në burke. Nuk dul nga burgu me kërkesën e mbretit, për deri sa tha piti tha grata kuton se pse unë kam hinë në burg. Dhe kur i mledi ju të regoj kuton se vallahi të vërtet të kuton ai ishte i vërteti në është nuk e njështarët. Ai ishte i pastër në ata që ka na e urdhënuar me bo. Çka është një kutonë fjala Yusuf alayhis salam? Tha mund vjen ta tup tha me bom me këtë veprim tha kashi në moralin e kutonë fjala e zotëriut të. Edhe pse kanë thonë këtu, një të kohë përfshin Rabbi ahsana mathwaya për zotëriun e tij e kuton, dhe një të kohë nga Allah subhanahu wa taala. I cili kuton Allah subhanahu wa taala më ka mirësi të mëdha dhe më ka shpëtuar nga gjitha kurthat që kam i banë deri në këtë shkallë, deri në këto momente, Allah është ai i cili kujdes për mua, e unë në fund, pasi që unë e kesh në bunar, unë e kesh agodon në burg, dhe unë tash erdha në pallatin mbretëror. Pa gjithë këto mirësive që Allahu më bënë dhe të njëjtën kohë na përmes këtij mbreti, e unë po çona dhe i tradhtoj mirësitë e Allahut dhe mirësitë e mbretit.
Allah regjistroi pra këtë vërtet të lartë të pejgamberëve të tij subhanahu wa ta'ala. Derisa ky vërtet të nderuar, kjo është natyrshmëria dhe njerëzit e pastër. Ha? Këshirësi Ebu Sufjan rahimahullah radiallahu ta'ala anhu, sahabi për kur ishte hala pa hinë islam. Po shkoi te Herakli, çka tha? Tha wallahi, tha kur është pyeta ku do të për pejgamberin e sahabat e tij nga Herakli, tha nuk kam mund tha me shtinta ta zgjidh shkruaj një të rrahim. Jam turpru se po më thojnë pastaj arabat dhe historia si rëncak. Subhanallah. Mushrik. Ha? Mushrik, subhanallah. Dhe me thonë, i ka turp me une mu cilësu si rënarec. Rëncak. E jarën billah. Po ta në këton kjo është vlerë njërzore që ka Allah. E veç anë tje këton kur ti e kupton edhe me din dhe me iman këtë punë më kjo. Do të me konë me se në të mëve shumë e lartë. Shumë e lartë. Turpit një të këtë ndëruar ban që njerëzit i pengon nga mëkatët. Turpi ban që njerëzit i pengon nga të kshija dhe të ligët. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A'dhara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Allahu thot nuk arsyeton një person i cili ka dhënë jetë deri 60 vjet ai mëkatu. Cili ban 60? Një plak i shtyr, një person i shtyr në mosh, apo këto në fjala, nuk ka arrit halal me pengu mosha e tij nga mëkati i ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po Allah nuk arsyeton një të moshuar dhe mëkatet e Allahut subhanahu wa taala. Nuk arsyeton. Idha balagha ar-rajul min ummati 60 sana faqad a'dhara Allahu ilayhi fil umr. Kur të arrin një person nga ummeti im 60 vjet, Allah nuk arsyeton më pas 60-it nëse mëkaton ai. Në gjithë bitë atim një mëkatar. Dhe me thonë, mëkatet e vogla, mëkatet ati këtu, ndoni përgojim, ndoni, si thonë e këton, ndoni hidrin, ndoni fjallë. Po mëkatet qëthurura, e jedhën billah. Mëkatet qëthurura të ulta, një moshuar i kësaj moshët e emri Allah, ka thonë Allah nuk ka arsyeton. Pse? Se të ajë më kanë vdek gjitha shkaqet për të ranë mëkat. Ndërsa aja budon i ka marrë gjitha shkaqet e pa mushme, i ka bërë të mushme për me realizu në mëkatin. Të shifët se dëshira e ti dhe marrje është pa marrje, me një fjallë, është i paturshëm dhe Allah subhanahu wa taala. Dhe Allah subhanahu wa taala. Njëtën kohë ndëruar, Allah azza wa jalla na thamë se turpi ban që njeri jo këton të arruën vetin e ti. Të arruën pjesë të turshme të ti. Thot për nësëm, inna Allah azza wa jalla hayyun sittir. Allahu është qka? është i turpshëm dhe mbulues. Yuhibbu al-haya wa sitr. Allah e don turpin edhe e don zbulimin. Apo nuk e don zbulimin. Fillimisht zbulimin, kur thojmë na, kupton zbulimin në aspektin e trupit, të pjesëve që nuk është morale, nuk është etike, dhe të njëjtë ku zbulimin e aspektit, apo ton aspektit moral të njerëzve. Apo na jemi të urdhëruar që të mbulojmë çdo të keq, çdo fjalë, çdo sen që shohim dhe ndëgjojmë. Apo se Allah e don ka. Për ata të përsem, kush ja mbulon për vllaut e tij një temet apo një të keqe, Allah do t'ja mbulon ditën e kiametit atij. Pse t'ja skije? Apo, po dhe ti kije, po Allah t'ka mëshiruar t'ka mbulon. Allah po thot kush ja mbulon tjetrit, Allah ka më mbulon nesër atij. Subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na ka urdhëruar që na ti, domethënë ti ruajmë pjesët e turpshme, apo don vetëm për ato që ka Allah më ka lejuar. Subhanahu wa ta'ala. Dhe se sahabët kanë thënë, ja Rasulullah, nëse ka raste që domethënë fjala mund me qenë të zbuluar njerëzit me një hapësirë, për shkaqe lufte, për shkaqe të ndryshme, të të mundohu mu mbulu maksimalisht. Fattakullah mastatatum. Keni frikë Allahut sa keni mundsi. Keni frikë Allahut subhanahu wa ta'ala sa të keni mundsi. Njëtën kohë të ndëruar, marrja ban që ti e puton mos të zbulosh i fshehta të tua familjare. Apo,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditëve çka tha? Hal minkum ar-rajul idha ata ahlihi fa'aghlaqa alayhi babahu wa alqa alayhi sitrahu wastatara bi sitri Allah thumma yajlisu ba'da dhalika liyaqul fa'altu kadha. A ka thot mes në juve çka në shtëpinë e tij, në dhomën e tij ka vepruar veprime çka mshefet nga njerëzit. Çka Allah ja ka dhënë aputon, i ka dhënë shtëpi, ka dhënë buloj, i ka dhënë gjitha. Por nuk ka arrit sini njerëzve aty. Ndërsa ai kur çohet thot nesëm, thot i tregon veprat intime çka bën në shtëpinë e tij me familjen e tij, tregon shumë. Do të shumë herë me lasë ka shumë. Ka shumë tajuar në Islam. Edhe kjo është shenjë një personi që s'ka turp. S'ka kupton xhelozi. S'ka kupton vërtetë të larta, jam billah. Sahabët nuk folën. Çka? Sahabët folën. Pastaj pas më kthi ka kraht. Ka xhamia e grave aty që ishte me berde, vetëm zëri i tij ndëgjohet. Tha a ka nga gratë kështu sikur pyetje për burr. Gratë ditën ku kupton heshtën dhe nuk folën përveç një grua, tha ja Rasulullah, tha ka vallahi edhe nga burrat, edhe nga gratë çka thënë po të këtë veprim. E çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e bën aty, këtë gjë thot inna ma dhalika, vërtet që njeri është mithlu shejtanetin laqiyat shejtanan fi sikka faqada minha hajatahu wan nas yanzuruna ilayhi. Subhanallah. Thot killë njeri grua apo burr qoftë, çka e bën këtë veprim apo do? Çka Allah e ka mbuluar natën e qoftë nesër të tregon se çka ka bën. Është sikur një shejtan me shejtane, burr dhe femër, bojnë një gjë të keqe, apo kupton mes në njerëzve dhe krijesat edhe njerëz të shikojnë dhe shohin. Apo thjesht me një fjalë apo kupton, e më marr shembullin në vend shejtan më thon sikur një kafsh. Kafsh takshirin kush o për rreth. E bën një veprim të tillë apo kupton edhe njerëz të shikojnë. Pra e ka përshkruar pejgamberi Allah personin që i tregon intimet familjare jashtë në shoqëri, është sikur ti me voni çfarë të thënë mes në njerëzve ndërru. Kjo kupton lidhet me mungesën e turpit që ka posedon. Të njëjtën kohë kupton thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Po ummetim këtë është i falur. Përveç ato që paraqitëve, që i paraqitin me katët haptas. Wa inna min al-muhajira, dhe person ka thonë dhe prej paraqitjes është që personi ya'mal ar-rajul bil-layli 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amiltu al-bariha kadha wa kadha. Subhanallah. Qoftë tash edhe me haram. Në ku thamë me halal po edhe me haram, ke boti haram që ka Allah ka mbulu natën, s'ka pa kurkush. Dërsa ti qosh thot nesër edhe krenosh me ata që e ke bën jadën billah. Ha? Ki porso ka nëse thot nuk është i falë. Ka mu dënu për me kate sheka. Pse? Allahu Azza wa Jell jo për çdo mëkatim ti ka me dënu. Se ka lloje të ndryshme apo të një kategori të ndryshme të njerëzve për këtë mëkatimit. Ka për atyre që ka binë në mëkat apo kupton subhanallah në moment ajo diçka shumë momentale dhe mohtan jetën ajo është ki përkundrazi jo që Allah e fal, po ki edhe ngrit në drejtë se ki hip në drejtë të larta pas timoni dhe të veprave të mira. Pse se gjithë herë breja ajo që ka bën, edhe vazhdimisht ai ka ngrit me vepra duke u munduar çka, por me shuat të keqe që ka bën. Mi u qëcu zemë. Ka për e tine që ka buton, bojnë veprime, buton, mirë po i mshetin. Zdo me pëzdit kërkush dhe pëndohen dhe Allah s.w.t. Një me bojnë po dhe pëndohen. Shpresohet për këtyni që ka Allah s.w.t. do shta jo falë. Ndërsa kategoria e fundit që ka bojnë me katime dhe krenon me kate edhe billah, për asam po thot, se këto nuk i falë Allah s.w.t. Pse? Allah të mbuloj ti po e paraqit dhe po krenosh me ta? Atër ti e merë me dënimin e merituar për atë gjë. Ka thonë el haya'u min dhawi al-huquq, përsa i përket arguton të drejta, duke pas njeriu të drejta ndaj prindërve apo. Çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu. Një ditë prej ditëve thot e pash thot një person, një djalë dhe një prind, një burr duke ecë.
غلام يمشي مع رجل قال الغلام من هذا منك e pa thot një djalë duke ecë me një burr sikur shok. Bile e separati, vepronte para ti, bante gjeste para ti, sikur nuk o kërkush në fakt, nuk o praninë e tij kërkush. Dhe pejgamberi Allah sa më shafa, edhe vetë atë fëmijë, kush o taki? Ta kjo është tha babai. Kjo është babai. Çka thaj? قال للغلام قال أبي قال اسمع لا تمشي أمامه ولا تستبله O ti djalosh të mos ecët para babës tanash. Pa edukuar. Ke marrë edhe turp. Apo? Dhe mos u ban shkak për atë që ta shon dikush prindin tyje. Thanë sahabat, një hadith tjetër kërsa më thot, mos i shoni prindin të juve. Thanë sahabat, ja Rasulullah, kush është ai i vobek që ka i shon prindit? Tha, ti në qërse ja shonë, tha dikujnë, tha ti e banë që ka ti shonë prindit e ti. Apo? Për ata dhe persami, jo vetëm prindit, po ka thonë asë mësë ja u shonë, zotat ati në shka besojnë dikan tjetër për Allah s.w.t. Jo që ato nuk e meritojnë, jo që ato janë diçka, por ajo bon qka që ato të shonë zotin Allah s.w.t. krijuesin tonë dhe gjithë shka, s.w.t. Apo? Po apo do në pjesën, po do me tregu me mësu këtë fëmijën pra marrën dhe turpin. Mos ecë me prindin tanë i pa edukuar. Dhe të njëjtën kohë mos rri dhe mos komunikoj me prindin tanë i pa edukuar. Mos e ngrit zonën e tij, zonin tanë ka shi, zonit ati, e kështu më radhë. Mirë po pse kanë ardhur të nderuar gjithë këto veprime kaq të ndërlikuara mes muslimanëve? Derisa njëri prej fëmijëve thotë vallahi ato unë thot mundona thot me qenë thot i edukuar me prindin. Ama prindi ti shish sikur nuk i vlerëson të gjona be. As i vlerëson as i vlen kanal bile. Është vërtet. Çse këto ilkit janë zinxhir të ndëruar. Se prindi kur zgjidh molitari i turpit me Allah azza wa jall, ai më nuk e njeh këtë vërtet. Ai nuk e vren as te fëmia e tij, ai fëmia e tij apo nuk kam dëgjuar me vesh të mi fëmia në praninë e prindit ta kupton fol fjalë fyse apo në ai vetëm kesh bile. Kesh, se i bon çefi thotë mia jema mësu me shaf. Mësu me shaf ne. Ja do billah. Por kundra zipi largoton. Apo do shko, i ka zënë vesh kam i thon shko thuj thot filan. Dhe knaqën tu kesh mazark. Tan mazarkin tu e mësu fëmijën mashallah. Apo don familjar me zvete, që tu thon, shko thuj ande, shko thuj. Kishë janë po tonë unë për jamësoj anketon marrën, fjatë e kështë jamësoj, na marrën të një të në kohë, dhe me thonë, mos e thuj hap ta se për të një, që këtu janë vesh. Që me thonë vesh? Apo do në vesh, mos fejnë dhe gjosh, që me thonë vesh. Pra ajtë mi nesër e shef në rrugë, një të fjallit. I thotë me shok të vetë në shkollë, me shok të vetë në venet e loja, e kështë më rafë. Subhanallah, wallahi ka prej njerëzve që kanë mundu me fëmijët e tyre me edukue. Thotë vallahi, thotë ndëgjoj, thotë për fëmijëve mi. Fjalë që ka asusi kanë përdor kur, që më vjen turp thotë abuton atë. Ku i kam mësuar thotë në Zotit. I kam mësuar, ku i kam mësuar në shkollë. I kam mësuar në rrugë, kam mësuar në venet e loja. Tu i thon fjalë më të nditja që ekziston. Fëmijët e kupton 6 vjet, 8 vjet, 9 vjet. E jadën billah. Për ata të nderuar të mundohu më kupton se me një popull, me një familje, me një person, me një shoqëri ku nuk ekziston virtyti moralit, vaj halli para shoqëri. Gjithat këshillat janë aty. Gjithat këshillat janë aty o nderuar. Për ata kupton të mundohu me riportrime, ujit, me mbjell në gjenerat e reja të muslimanët çka vinë kupton virtytin e quajtur pra turp, se Allah azza wa jalla don këta. Pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam don këta. Melekët e Allah janë në turshme, pejgamberët e Allah ishin me këtë cilësi, sahabët shokët e tij, muslimanët e parë. Muslimanët e parë shoqëritë islame gjitha dinastive kupton e kanë pas këtë mirësi. Po edhe te populli jon derisa ka qenë kjo kupton në prani, populli jon kon hajër dhe bereqet. Në vjetët e tonë shumë mirë mund me tregu kupton raste. Kupton kur kon turpi mes në shoqërisë, mes në familje, mes në njerëzve kupton kon gjithçka marrë dhe hajër. Në kohën kur turpi u largua çdo gjë. Pse? Çka thot pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam? Prej fjalëve që e të mbetur nga pejgamberët e mëhershëm, apo ose edhe kjo fjalë ka thonë
Qëse s'ki turp pa shkëltush. Illem të stahji, fosna mashi. Për ata në budon edhe për ata dhe shkon, një person që s'ka turp i ban gjitha. Me këtë hadith. Një person që s'ka turp i ban të gjitha. Ndërsa një person që ka turp i ka gjitha të mirët. Gjitha të mirët të një person, e në veçantit nderuar të gratë që njët e mëror. Mangësi apo tonë, subhan e met ma e keqë, se sa apo tonë paturpsia në mes në femrave muslimane nuk ka. Pastaj të burrat. E të fëmijët e kështu me radhë. Kjo një temë e gjatë ndëruar, po inshallah taala na do të mjaftojmë me kaq. Inshallah është për kujtues për neve, për juve dhe gjithë ata që kanë ndëgjojnë, duke lutur Allah subhanahu wa taala që Allah azza wa jall pra të na stolis me këtë virtyt të lartë. Elusim Allah subhanahu wa taala që ta mbjellë dhe ta na i rrit pra në zemrat e tona këtë virtyt të lartë. Elusim Allah subhanahu wa taala që shoqëritë islame Allah azza wa jall të stolis me vlerat e larta morale të islamit. Dhe Allah azza wa jall pra të na ban shembull të mirë për çdo ata që kanë vinë. Wa qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.